Si buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm. 75 votat e deputetëve të majorancës socialiste kanë votuar buxhetin e shtetit, ndërkohë që 24 deputetë e opozitës kanë votuar kundër tij. Gjatë kësaj seance parlamentare që zgjati për rreth 9 orë, janë shqyrtuar 55 amendamentet e prezantuara nga opozita dhe të gjitha këto amendamente janë rrëzuar nga vota e majorancës socialiste. Kjo ishte edhe seanca parlamentare ku ju dha fund pra të gjitha diskutimeve nen për nen dhe më pas që vijoj me votimin në tërësi të buxhetit të shtetit. 75 vota mori në ky buxhet shteti nga majoranca, ndërkohë që opozita e votoi me 24 vota kundër. Dakor, Ergys, u duk sikur majoranca këtë herë ishte, sipas zonjës Tabaku, në fakt që unë kam patur komunikimin pak minuta më parë, ishte goxha arrogante në raport me opozitën edhe votimin lidhur me amendamentet e propozuara nga ana e opozitës. Ty të duk kështu? Ina majoranca socialiste i kishte paralajmëruar edhe në mbledhjen e dieshme të grupit parlamentar që do t'i rrëzonte të gjitha amendamentet e propozuara nga opozita. Sipas majorancës, amendamentet e propozuara nga opozita në buxhetin e shtetit ishin amendamente populiste dhe një provokim politik nga opozita pikërisht për buxhetin e shtetit. Majoranca ka konsideruar këtë buxhet të shtetit si kundër ka bërë edhe në vitet e kaluara si buxhetin më të madh historik që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Vota e saj tregoi qëndrimin, pra vota e deputetëve të majorancës tregoi qëndrimin ndaj qasjes që opozita pati përmes propozimeve të saj në ndryshimin e buxhetit, qasjen që majoranca ka ndaj propozimeve të opozitës, qëndrimeve të saj, duke qëndruar stoike pozicionit për votimin e këtij buxheti të shtetit dhe shpërndarjen e të gjithë pra këtij thesi me para, nëse mund ta quajmë, si do shpërndahen në të gjitha sektorët e jetës shoqërore. Mirë, Ergys, faleminderit shumë për detajet që përcolle. Faleminderit ju.